Për te i pushimeve, kthimi i mërgjimtarëve është një dëshmi e lidhjes së fortë me vendlindjen, sepse sa do larg të jenë, është vendi ku kanë lindur ai që i thret gjithmonë. E këto ditë edhe Gjakova po e ndjen rikthimin e njerëzve të saj. Në Gjakovë në lidhje se kemë vendlindje Kosovën përgjithësi dhe Gjakovën vetë si vendlindje, jam i lindur në Gjakovë, vim ka 2 herë në vit, vi për Suedia. Kemë vendlindje tonë nuk mundem pa ashtu. Më shku parë në Gjakovë, në Kosovë nuk ja vlen, ka asgjë për son, si unë, me gjithë familje vim. Dhe me fëmijë bashkë, një ka një qyshta kanë pushimet verore. E për te i dashurisë për vendlindjen, Gjakova sipas tyre ka vend edhe për ndryshime. Një detyrë që kemi ndaj vendlindjes, pastaj ndaj shtëpisë, farafisit dhe në atë kuptimin e pushimit nuk e kam qujtën për jarë pushim, por me krye disa obligime. Ka vend për ndryshim, ka ndryshu gjonat mirë, për të mirë, po në disa segmente nuk janë të shku në rrugë që është duhet. Po me gjithat, duhet me po një dritë me tej. Për disa javë, rrugët e Gjakovës mbushen sërish me zërat e atyre që jetojnë larg. Një atmosferë që bën verë ndryshe, si për mërgjimtarët, ashtu edhe për qytetin.